Ministri ishte i shqetësuar për masakrën në Charlie Hebdo në Francë, por median shqiptare e sulmoi për pakënaqësitë që i kanë krijuar kohët e fundit. Ai renditi me radhë kronika dhe raportime të medias që e kishin shqetësuar, pavarësisht se një pjesë e akuzave vinin nga vetë mjekët. Qarkullon në media një lajm i sjell nga një mjeke e maternitetit, Koçok Glozheni. Janë të pavërteta. Para pak ditësh, një mjek, ishte në drejtor i spitalit, thotë që në spitalin e Lushnjës bëhet seks. Shkoni verifikoni të gjithë mjekët dhe infermierët që punojnë atje. Janë të pavërteta. Në përpjekje për të ruajtur pravësinë asaj vajzës gjor, pa dashje apo me dashje, u fshe për opinionin që ishte intubuar kur keq përdori nga ata që e sollën në spital, i dinin emrin, aftësinë, mbiemrin, i dinin dhe moshën, që do të thotë ishin njerëzit që e shoqëronin. Po shfrytëzoj rastin fakt që detojështa që sot u largua. Prej 5 ditësh i keni vënë në gojë fjalë që nuk i ka thënë. I thoni të gjithë, pse tha që është e kohës qeverisë mëparshme? Se ka thënë. Gjithsesi Beqa pranon se shëndetësia është një ndër 2 sektorët e perceptuar nga qytetarët si ndër më të korruptuarit. Megjithse sipas tij në anketën e ministrisë, mjekët vetë thonë se kjo hiperbolizohet. Profesionistët e shëndetësisë e pranojnë që korrupsioni është një problem serioz i sistemit, por në pikpamjen e tyre insistojnë që është më shumë një realitet i hiperbolizuar, që ushqehet kryesisht nga kultura e shoqërisë dhe pastaj amplifikohet nga pacientët, publiku dhe media. Nuk është ky problemi kryesor i sistemit, lidhet kryesisht me pagat e pamjaftueshme dhe mos funksionimi i sistemit të referimit është një ndër shkaqet kryesore të korruptimit në shërbimin spitalor. Ministri sqaroi se personeli shëndetësor në muajin shkurt do të futet në një tjetër testim dhe do t'i përgjigjet pyetjeve që kanë të bëjnë edhe me këtë çështje. Janë praktikisht 3720 mjek, po ndoshta kjo shifër do reduktohet pak sepse sigurisht ata që janë pedagog nuk janë pjesë e këtij testimi, dhe 13.010 infermierë dhe laborantë. Janë rreth 12.300 infermierë dhe rreth 700 laborantë që janë trupat e infermierëve dhe mjekëve në sistemin publik shëndetësisë që do të testohen. Në fund të konferencës, Ministri i Shëndetësisë paralajmëroi mjekët që kanë marrë 0 kredite në procesin e edukimit në vazhdim që vendi i tyre i punës do të shpallet vakant.